Aktivitetet për festat e fundvitit në shkollën nënshkruesi pavarësisë Nebisefa përfshin edhe konkursin Piktori i vogël. Piktorët e vegjël të ciklit të ulët shpalosën gjithë talentin e tyre në punimet me temë Viti i ri 2026. Juria e përbërë nga anëtarët të klubit të pikturës, duke vlerësuar mesazhin që përcjell piktura dhe teknikën e përdorur në realizimin e saj, ndau çmime për pikturat më të mira. Çmimi inkurajues, 3 çmime të treta, 3 çmime të dyta, 2 çmime të para, çmim për klasën më të mirë dhe çmimin e madh Piktori i vogël, të cilën e fitoi nxënësi i klasës së 5 Aron Liko. Në kuadër të aktiviteteve të fundvitit, tashmë është bërë traditë edhe zhvillimi i konkursit Piktori i vogël. Edhe këtë vit, ky ekspozim i punimeve me temë Viti i ri 2025 solli nëpërmjet panelave të fëmijëve të ciklit të ulët shumë punime të bukura dhe me vlerë. Juria e përbërë nga anëtarët e klubit të pikturës, pasi studioi këto punime, vendosi të jepte këto çmime. Çmimin inkurajues, 3 çmime të treta, 3 çmime të dyta, 2 çmime të para, çmimi për klasën më të mirë dhe më në fund çmimi i madh Piktori i vogël. Çmimi inkurajues shkon për klasën e tretë. Një nga çmimet e vendit të tretë e fiton Dion Bando, klasa e dytë. Çmimi i tretë shkon për Amaris Kashari, klasa e tretë. Dhe çmimi i fundit për vendin e tretë shkon për Ebi Kokja, klasa e katërt. Po filloj me çmimin e dyta. Një nga çmimet e dyta e fiton Rajna Trungu, klasa e parë. Çmimi tjetër i dytë shkon për Frojlen Hoxha, klasa e katërt. Dhe çmimi i fundit për vendin e dytë shkon për Ajla Abdurrahmani, klasa e parë. Bravo. Tani vjoj me çmimet e para. Çmimi i parë shkon për Davis Kaido, klasa e dytë. Dhe çmimin tjetër të parë e merr Esi Kokja, klasa e parë. Dhe çmimi për klasën më të mirë i shkon klasës së 5. Dhe më në fund, çmimi i madh Piktori i vogël 2025 shkon për nxënisin e klasës së 5 Aron Liko. Duke juruar të gjithëve vit të mbar, po e mbyllim këtë aktivitet.